do ndalemi të zhvillimet më të fundit. Për gjatë kësaj jave, një prej lajmeve më të rëndësishme ka qenë dhe aksioni i SPAK-ut ndaj kupolës Akshit, paktën kështu është konsideruar. Ashtu sikur se keni ndjekur, ka patur një sensitivitet të madh sa i përket edhe kësaj ngjarje, për shkak se bëhet fjalë që ky institucion përmban të dhënat e cilat janë shumë sensitive dhe sidomos të paktën edhe në akuzat e deri më tanishme të cilat e lidhin këtë institucion apo ata cilët e kanë drejtuar me grupet kriminale. Çfarë nënkupton kjo? Kemi shumë gjëra për të diskutuar ditën e sotme, nga momentet kryesore se çfarë dhe kur ka nisur hetimet e SPAK ndaj Akshit dhe a do ketë ndaj institucioneve të tjera të rëndësishme, çfarë ndodh apo çfarë pritet të ndodh me të dhënat personale dhe cilat janë ato në menaxhimin e Akshit, dhe sigurisht se çfarë pritet nga SPAK i cili tashmë ka një drejtues të ri. Gjitha këto ndjekim siglën dhe më pas rikthehemi këtu live. Kemi shumë pikpyetje, por do ta nisim fillimisht teksa unë ju prezantoj të ftuarit e mi me një lloj rendi kronologjik të ngjarjes, nga momenti që kanë nisur hetimet deri tek emrat konkret së bashku me masa dhe me akuzat e deri më tanishme. Fillimisht më liri t'ju prezantoj të ftuarit dhe më pas do ftoj kolegun tim Edison Vatnike, gazetar nga Ora News, për të pasur mundësinë për t'i shpjeguar të gjitha në detaje. Kam kënaqësinë të kemi të në sotme në reviewer Mal Hamade, avokat, Mal, kënaqësi që të kam sot në studio. Faleminderit. Fation Softa, ekspert sigurie, por gjithashtu dua të uroj suksese për Alo Policia, projektin tënd të ri, i cili tashmë do të jetë në dyrë të gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Suksese. Ervin Karanja, ish prokuror avokat. Karanja, faleminderit shumë, kënaqësi, dhe ndërkohë Gentian Sejrani, aktivist drejtësi sociale, jurist avokat në profesion po ashtu. Edison unë prezantova bashkë, do kemi mundësi që në ledhin e reviews të shohim disa nga të dhënat e rëndësishme nga ky operacion. Fillimisht të pyes, është diskutuar data 3 dhjetorit dhe sigurisht kjo javë ku edhe drejtoresha e Akshit është paraqitur në SPAK, por me të vërtet kur ka nisur këto hetime? Atëherë është një hetim i ndjekur nga prokurori Bledar Maksuti, një hetim i cili ka dalë nga dosja e kontrabandës, e cila është pikërisht një dosje që po hetohet po nga prokurori Bledar Maksuti. Ndërkohë ndjekim akuzat, po. Por akuzat kemi një gjë të veçantë këtu për shkak se për herë të parë në prokurorinë e posaçme ne kemi parë shpesh zyrtarë dhe ish-zyrtarë të cilët akuzohen për shkelje barazisë me tendra të bashkëlidhura me shpërdorimin e detyrës apo me falsifikimin e dokumentave, por asnjëherë nuk kemi parë të shkelje barazisë në tendra në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Pra bëhet fjalë për një strukturë të mirë organizuar që qëllimi ishte pikërisht të paracaktonte tendrat nëpërmjet shantazheve apo mjeteve të tjera jo ligjore, pikërisht për t'ju dhënë bizneseve apo individëve të cilët ishin më afër drejtoreshës apo më afër, mund të themi, interesave të personave të tjerë, të cilët janë pjesë e strukturës Akshit. Pra kemi Mirlinda Karçanajn me veprat penale të shkeljes barazisë në tendra, grupi strukturuar kriminal dhe krye veprime penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Pra të gjitha veprimet që ka kryer drejtoresha Akshit, që është institucioni më i rëndësishëm në kryeministri dhe në varësi drejt për drejt të kryeministrit Rama, bëhet me dije pra pikërisht janë këto vepra penale. Hava Delibashi është nën drejtoresha e Akshit edhe po ashtu ka të njëjtat vepra penale siç ka edhe drejtoresha që të kursejmë kohë. Erjon Ismaili është nëndrejtori i policisë së Tiranës, që ndaj tij deri më tani dyshohet se ka konsumuar vepra penale të konkurrencës së paligjshme nëpërmjet dhunës në kuadër të grupit kriminal, dhe gjitha këto veprimet të kryer në kuadër të grupit kriminal. Kemi edhe 3 administrator. Përpara se shkosh te administratorit, vetëm një qartësim për ata cilët po na ndjekën. Unë e thash që takimin e fundit të paktën publik edhe këta përfaqësues të Akshit e kanë patur në SPAK për gjatë kësaj jave, por hetimi ka nisur që në verë. Madje sot është bërë ditur, ka dalë dhe një lajm i ri për cilin doja të merra edhe një konfirmim, bëhet fjalë për një telefon i cili është sekuestruar, nëse nuk gabohem, i bashkëshortës së Ervina Xhanës. Është lajm i vërtetë dhe cila është lidhja, pse përfshihet në këtë operacion? Po bëhet me dije që prokuroria e posaçme përveç lëshimit të masave të sigurisë ka
kërkuar dhe kontrollin e disa banesave apo ambienteve që mund të siguronte provën për ta përdorur në procesin penal ndaj personave të dyshuar, po ashtu ka kërkuar dhe marrjen e telefonave, pra sekuestrimin e telefonave të cilët janë miratuar me vendim gjykatës nga gjyqtarja Floria Davidi. Një prej tyre që është mjaft me rëndësi është edhe bashkëshorti i Ervina Xhanës. Ervina Xhana aktualisht është drejtoreshe e krimit kibernetik në Policinë e Shtetit. Bashkëshorti i Ervina Xhanës është person i afërt apo shoqëruesi i biznesmenit Ergjys Agasi. Kjo dhënë ka dalë pikërisht nga hetimi që Byroja Kombëtare ka kryer pikërisht gjatë vëzhgimeve në terren, përgjimeve ambientale apo përgjimeve telefonike të kryera nga struktura pranë SPAK-ut. Duhet thënë që për herë të parë SPAK nuk e ka marrë fare Policinë e Shtetit në këtë operacion, duke ditur dhe ndikimin që Ergjys Agasi ka tek drejtues specifik në Policinë e Shtetit. Për këtë arsye, bashkëshorti i Ervina Xhanës i është sekuestruar aparati celular tashmë dhe ndodhet në laboratorin e prokurisë së posaçme, ku do të ketë një akt ekspertimi për hapjen dhe marrjen të dhënave, për shkak se dyshohet se Ergjys Agasi, përveç punëve të cilët kryente personalisht, sigurisht që përdorte këto persona për të ndikuar apo ndoshta për të kryer veprime jo ligjore ndaj personave të tretë. Dhe këtu janë dhe këto janë akuzat të zyrtare të Ergjys Agasit, një personazh i cili emri i tij u bë publik nga ish zëvendës kryeministri në Arati Arben Ahmetaj, ku shumë pak e njihnin mbi aktivitetin e tij kriminal, tashmë lidhur edhe me akuzat. Ka qenë më herët pjesë e Ministrisë së Mjedisit së bashku me ish-ministrin Lefter Koka dhe më pas kishte një zhvillim të shpejtë dhe mjaft efikas, për shkak se nga një zyrtar me kollaru përfshi pikërisht në akuzat që tashmë SPAK i ka atribuar Ergjys Agasit. Ermal Beqiri po ashtu është një personazh i njohur kohë më parë. Kujtoj këtu që Ermal Beqiri ka qenë ekspert i videos, që ka kryer videon dhe ekspertimin e videos së Metës me të tjerë Dritan Priti, që e ka konkluduar që videoja është e prerë dhe e përpunuar, dhe po ashtu janë dy biznesmen, Ermal Beqiri dhe Ergjys Agasi, të cilët dyshohen se nëpërmjet edhe heqjes së paligjshme të lirisë, pra ose në një farë mënyrë pengmarrjes, kanë kryer pikërisht këto veprime për të përfituar tendera dhe për të pasur të mira materiale. Për biznesmenin Gerond Meqe. Do ta shpjegojmë edhe pjesën e biznesmenit Gerond Meqe, dhe akuzat janë po të njëjta me të dy personat. Agasi rezulton që me datën 14 dhjetor të ketë një dalje nga sistemi Teams me 14 dhjetor, me 15 dhjetor prokuria e posaçme ka çuar masat në gjykatë dhe me 16 dhjetor gjykata e posaçme ka firmosur masat. Pra, ato duke që ka pasur një rrjedhje të informacionit për shkak se largimi i Agasit sipas sistemit Teams rezulton me 14 dhjetor. Edhe diçka, me që unë të pyeta se kur ka nisur hetimi, tashmë thash që është ndryshuar, pra kemi tashmë në drejtim të SPAK një drejtues të ri, bravo. Ky hetim i Akshit, i kupolës së Akshit, mban firmën e kujt prokurori? Atëherë mban firmën e prokurorit Bledar Maksuti. Është një hetim në fakt që institucionin e Akshit e kanë pasur në hetim edhe dy prokurorë të tjerë, Vladimir Mara dhe Elvin Gogaj, të cilët shumë kohë më parë kanë qenë subjekte apo dhe Partia Demokratike që ka depozituar kallëzim penal ndaj këtij institucioni, por më konkretisht ka vepruar Bledar Maksuti pikërisht të dala nga një dosje tjetër që po jeton ajo dosje së kontrabandës së naftës. Por për të ndalur edhe tek prokurori, si duket është një punë e shpejtë, për shkak se ka 6 muaj në fakt që po heton këtë dosje në mënyrë intensive, ka bërë këto veprime të shpejta pikërisht për shkak të ndikimit që Ergjys Agasi, Ermal Beqiri apo edhe Milinda Kërçanaj kanë tek persona që ndoshta mund të jenë edhe pjesë e strukturës së posaçme apo pjesë e policisë, siç tregoi edhe telefoni sekuestruar i bashkëshortit të Ervina Xhanës. Nisur edhe nga prokurori Maksuti, ka preferuar në fakt që të gjithë hetimin e tenderave ta bëj pikërisht me ekspertët kontabël apo ekspertët të cilët janë atëshuar pranë prokurisë së posaçme, të cilët kanë hetuar çdo tender të këtij institucioni, dhe nën verifikim janë 12 procedura prokurimi, ku të paktën 7 prej tyre janë gjetur me shkelje. Kur them me shkelje, janë të paracaktimit të fituesit të garës, pra ka pasur mekanizma të ndryshëm të përdorura pikërisht nga
personat të cilët merrin pjesë në garë Ermal Beqiri dhe Ergy Sagasi. Ermal Beqiri ka kompaninë Soft Solution, por ka dhe disa kompani të tjera, ndërsa Ergy Sagasi EA Solution, që është kompani të cilët merrin tendera në institucionin e Akshit. Tenderat ndjes, tenderat të cilat nga institucioni i Akshit, janë tenderat të cilat mund të marrësh informacion publik për to, apo janë sekrete? Disa prej tyre janë klasifikuar sekret, për të ndalur tek tenderat ka pasur në fakt një formë apo një mekanizëm se si përfitoshin këto tendera. Ermal Beqiri ka në varësinë e tij disa kompani dhe po ashtu edhe Ergy Sagasi. Duke qenë se Ermal Beqiri merrte shpesh tendera apo në mënyrë të shpesht me kompaninë e tij, fuste në garë edhe kompani të tjera me administratorë të tjerë, me qëllim që gara apo konkurenca apo prokurimi publik të bëhej më i besueshëm, pra të kishte një lloj konkurrence, por në fakt të gjithë kompanitë të cilët futeshin në garë ishin nën regjinë e Ermal Beqiri dhe Ergy Sagasit. Edhe nëse kompanitë të tjera fitonin tendera në garë, atëherë kompanitë të tjera lëshonin fatura fiktive, pra me qëllim pastrimin e parave, apo ndoshta blerje apo shitje fiktive për qarkullimin dhe për lëvizjen e parave. Në këtë operacion të Spakut, mund të themi me gojën plot që prokurori Maksudi ka ndjekur pikërisht metodën follow the money, pra ndiq paran, ku pikërisht ndjekja paras ka rezultuar se ka goditur njeriu më të pushtetshëm që lidh korrupsionin dhe krimin organizuar siç është edhe Ergy Sagasi. Edison, ulemi se kemi për të parë gjithashtu edhe masat, por ndoshta për të ndalur edhe më gjatë, sigurisht me të ftuarit për të parë në gjitha dimensionet të diskutim, nga atë ne bëm një lloj bashkë me Edisonin një hyrje kronologjike të situatës, do ta shohim në aspektin politik, ligjor, financiar, ekonomik, por sigurisht edhe atë të daljes së dhënave, një çështje shumë sensitive. Tani shsim bashkë Serani. Çfarë impakti sjell gjithë ky hetim, ndoshta për ta parë në dy këndvështrime, implikimin e zyrtarëve të shtetit me krimin dhe nga ana tjetër tregon çfarë ka ndodhur për ky operacion që në fakt drejtësia po bën punën e saj? Po ta shohësh, është hera para ashtu që tha edhe nga gazetari që kemi një grup të strukturuar kriminal si pjesë e administratës publike. Pra, deri më sot ne kishim dëgjuar grup të strukturuar kriminal, po ishte për shkak të bandave kriminale. Sot tashme kemi të provuar që është administrata publike shtetërore, është grupi strukturuar kriminal ku ka aty biznesmenin, paran, ka aty armën, policinë e shtetit, por ka aty edhe politikën që është drejtuesi i institucionit. Nëse do t'i referohemi kozgjatjes drejtoreshës në postin e drejtoreshës është për 2013-ës drejtoreshe e Akshit, që tregon qartazi që me ardhen në pushtet të kryeministit Rama është vendosur drejtoresha e Akshit dhe nuk ka lëvizur prej atij vendi sepse duket që e bën mirë atë punë që i kërkohet nga eprori drejt për drejt i saj. Nëse do t'i kthehemi një fakti tjetër që është në vitin 2022 ne shqiptarëve na dolën të dhënat publike. Po. Dhe me njëherë pas asaj ngjarje nga drejtoresha kërkua katërfishimi i rrogës. Që për atë moment ja kalonte edhe rrogës së presidentit të Republikës së Shqipërisë. Dhe arsyetimi ishte për shkak se bënë një punë që ishte shumë e rëndë dhe kërkonte pagë më shumë. Edhe deputetët edhe ministrë pa dhe një ndryshim pagash, se ata me ditë justifikim, po dakord. Ishte më pas, pra po i referohem vitit 2022, që katërfishimi i pagës së drejtoreshës së Akshit ja kalonte edhe pagës që më të lartë që me ligj është paga e presidentit të shtetit shqiptar. Dhe në atë moment patëm një VKM nga Këshilli i Ministrave që ja plotësoi dëshirën drejtoreshës së Akshit dhe e bëri atë personin me pagën më të lartë në vendin tonë. Në 2023 pam që u miratua ligji për qeverisjen elektronike në vendin tonë. Dhe një nga përcaktimet në nenin për shkarkimin e drejtoreshës së Akshit është kur ajo prish imazhin e institucionit. Ne sot kemi mas arresti për të, por nuk kemi akoma një vendim shkarkimi të saj nga pozicioni i drejtoreshës së Akshit. Që do thot edhe kur kemi shkelje jo vetëm vepër penale. Prisë dorëheqje apo nuk e kishe në skenar duke mësuar të shohë se si ka ndodhur më parë? Nuk e kemi në formatin e politikanëve tonë apo edhe të zyrtarëve tonë dorëheqjen.
Por duhet kryeministri me vendim ashtu siç e ka emëruar, duhet ta sharkonte sepse kemi nga një anë vepër penale dhe që është në një mas arresti shtëpie, por kemi edhe shkelje të ligjit posaçëm që është ligji për qeverisjen elektronike në vendin tonë që duhet ta shkarkonte me patjetër. Po për aq kohë sa ajo mbahet akoma në detyrë dhe nuk shkarkohet, do të thotë që është një lidhje afër dhe unë nëse do ta interpretoja apo do të bëja një krahasim midis ngjarjes së zëvendës kryeministres edhe ngjarjes së drejtoreshës së Akshit që për koincidencë ndodhen në të njëjtën ditë, unë them që më së shumti rrezik për kryeministrin e vendit tonë është pikërisht çështja e Akshit. Rrezik në çfarë kuptimi? Rrezik në të gjitha kuptimet. Rrezik politik për karrierën e zotit Rama, po sepse për qeverinë apo? Ekspertët e sigurisë do ta thonë pak më të detajuar se ç'preket me këtë institucion. Si është politikisht ti, se unë e kuptoj. Politikisht unë e shoh që nëse ka një rrezik më të madh për të përfshirë kryeministrin e vendit në punë të korrupsionit apo në punët e vjedhjes së parasë publike, për mua drejt për drejt është kjo e Akshit. Është çështja dhe dosja e Akshit që bën bashk, e thash dhe në fillim, bën bashk politikën, bën bashk krimin, po krimin jo më në atë që shkon dhe qëllon edhe vret, po krimin pra përfaqësuesin e policisë shtetit që merr peng. Pra që ndihmon për të marrë peng. Pra për të arritur së fundmi qëllimin që ata duan, qëllimin e tyre kriminal, mund të themin në thojza. Dhe kur ti sheh që tashmë për herë të parë Spaku i ka klasifikuar si grup i strukturar kriminal, unë si qytetar vjem para një lloj situate që çfarë po ndodh me shtetin tonë. Të jep besim, sepse unë prandaj ta bëra pyetje në fillim, pra a tregon një lloj dobësie të shtetit për shkak se shohim zyrtarë përfshirë me krimin, apo nga ana tjetër ky operacion dhe pasojë e tij është që Spak tregon që po vepron dhe askush nuk ka imunitet. Ashtu siç dalin dhe sondazhet, sondazhet që besueshmëria e qytetarëve tek Spaku dhe tek roli dhe tek funksioni që po bën Spaku aktualisht është shumë i lartë. Këto janë rezultate që për mua si qytetar më bëjnë që të ndjehem mirë. Por nuk duhet të jetë pra i besim plot për aksionin edhe për reagimin. Por për mua si qytetar nuk duhet të jetë Spaku ai që duhet ta vazhdojë luftën kundër korrupsionit. Por hallka poshtë. Jo, por duhet të jetë mirëqeverisja. Pra ne duhet që të kemi mirëqeverisje, që ne mos kemi vetëm shkopin tek koka e zyrtarëve dhe pushtetarëve për të mbrojtur paranë publike. Por duhet të jetë mirëqeverisja. Ne votojmë, qytetarët votojmë për mirëqeverisje. Por për aq kohë sa nuk e kemi, atëherë ne si qytetarë padyshim që duhet besojmë dhe duhet kemi akoma pritshmëri të larta se standardi është vendosur tashmë nga ana e Spakut. S'po të pyes se prisë dorëheqjes se ti e the pak më përpara, ne nuk e kemi në kulturë, se unë e lidha pak me piramiden e Akshit se prisë ndonjë dorëheqje, por përderisa nuk prisja aty, nuk pres që kishe një lloj pritshmërie për dorëheqje brenda qeverisë, me sa kuptova nga ajo që the. Kemi dy raste, pra kemi drejtoreshën e Akshit dhe zëvendës kryeministrin që heziton kryeministri të shkarkojë nga detyra. Jo vetëm heziton të shkarkojë nga detyra, po edhe Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit në Kuvent bëri atë që është në shkelje rregullores. Pra, u mblodh pa i dhënë akoma dosjen dhe provat deputetëve dhe palës përfaqësuese të deputetës dhe pasi mbaroi mbledhjen e parë nuk caktoi një afat të dytë, një seancë të dytë për mbledhjen. Që kjo është në shkelje të haptase të rregullores ku vendit. Hamata, me që së bashku me edisorin ne bëm një lloj rendi kronologjik dhe ndoqëm akuzat, shohim edhe pak masat dhe i shpjegojmë edhe në aspektin ligjor. Regjia, më ndihmoni pak me masat për personat të cilët janë në hetim nga Mirlinda Karçanaj deri te Rogers Ryta, gjithë personazhet bashkë me pozicionet përkatëse. Si është gjithë të aksion të Spak? Tashi, të themi ca gjëra njerëzve që janë shumë thjeshta për t'i kuptuar. Kjo është më e mira. Me shpresën se nuk do na marrë njëri peng kur dalim që këtu, domethënë, supozojmë që jemi të sigurt. Tani disa prej atyre ka sjell një lloj frike tek ti ky lloj lajmi si avokat? E thash për batut, po në shumicën e këtyre njerëzve, herët avon gjithë i kemi njohur në përditshmëri ose i kemi njohur nga larg. Dhe nuk është ndonjë hata e madhe që erdhëm sot tek këta emra, sepse disa prej këtyre emrave, kur ishin me kollaren e drejtorit, siç tha gazetari, lëviznin me makina G-Class, 250.000 euro makinë, lëviznin me Audi Q8,
Pra këtu në për Tiranë, nuk është se dhe tani unë nuk e di se sa është rroga e një drejtori në administrat, po e marrë të mirëqenë sikur është rreth 2 apo 3 milion lek, nuk mjafton të hedhësh nafta sa i për shkuar nga Durrësi deri në Tiranë dhe për të kthyer, domethënë. Kështu që kjo është situata këtu. Tani se njerëzit nuk e kuptojnë fare njëherë çfarë është akshi. Ka shumë njerëz që nuk e dinë çfarë është akshi. Akshi është i vetmi institucion, po themi kështu, që në 80 apo 90% të prokurimeve ose tenderave ose garave që organizon, i dinë vetëm ata që organizojnë dhe ata që i fitojnë. Kur e pyeta unë nëse janë tenderat publik apo sekret hetimor, më duket se tha e disoni? Jo, se janë sekret hetimor, i klasifikojnë ata si sekret. Po pra, si klasifikojnë ata? Është ligji që përcakton disa nga prokurimet duhet të jenë sekret. Ndryshe nga prokurimet kur ka llaçe dhe tulla, ose kur ka zhavor apo kur ka asfalt, që qytetarët e shikojnë. Fjala vjen, qofse është për të bërë rruga 2 kilometër, ata e bëjnë 1.5, por nuk është se bëjnë fare, e kupton? Është aty. Ndërsa këtu mund marrësh 100 milion euro, mund mos bësh asgjë dhe askush s'di asgjë. Si mos bësh asgjë? Dhe ky është akshi. Mund ta bëjmë pak më shqip, më të thjesht, si mund marrë 100 milion euro nga akshi tender? Për mirëmbajtjen e portalit e Albania, po ja fuskot, 10 milion euro. Digje ti dhe unë se çfarë për mirëmbajtjet portalit e Albania që ka 2 muaj. Po mira, ty duket specifika, apo kritere? Që edhe një herë, ne si qytetar, dim gjithë çfarë për mirëmbajtjet kur ai portali ka 2 muaj që një profesionist po? Po një sekond pra, po them, janë disa prokurime që mund t'i kuptojnë në gjithë Shqipërinë 20 veta. Dhe qofse është bërë mirë apo është bërë keq, e kuptojnë vetëm ata 20 veta. Që sot ata 20 veta që flasin në media janë të hequr gjithë nga ky institucion nga puna. Dhe ky është fati më i madh i njerëzve, që ka disa specialistë që kanë punuar atje dhe flasin ndonjëherë ata për diçmëri. Por e mora këtë shembull për të thënë që ne nuk e dimë asgjë se çfarë investohet dhe për ku investohet. A e dini juve që sistemi i kadastrës online ka 2 muaj që nuk funksionon dhe shpreha nuk ka sistem, është bërë si shpreha mirëmëngjes në mëngjes? Tani, këto janë, me këto merret akshi. Pra, ASHK-ja online, e Albania, që është ajo vetë qeverisja, ose ankesat, portalet. Po me diellën ka lidhje? Të gjitha këto përbëjnë diellën. Kjo e ka kriju. Akshi ka disa këmbë, krah, kokë dhe kështu, gjitha këto janë diella. Pra sot që po flasim ne, diella mund të ketë marrë rreth 60 milion euro në informacionet që kam, dhe nuk e dim se çfarë është bërë me këto 60 milion euro. Mas sigurimi për diellën ka? I heqin prizën maksimumi, po dikush nga ata ka ikur dhe ka marrë prizën me vete. Tani, vin pak të masat e sigurimit dhe të veprat. Është hera e parë vërtet që gjitha këto veprat kalojnë në kuadër të grupit strukturuar kriminal, por gjithsesi sipas ligjit çdo vepër mund realizohet në kuadër të grupit strukturuar kriminal, kur ti e shikon se ke aty më shumë se sa 2-3 persona ku njëri porosit, tjetri vepron, tjetri fshet. Por këtu si rrallë herë pjesë e grupit strukturuar kriminal na është bërë një zëvendës drejtor policie. Unë e uroj që ai të jetë i pafajshëm dhe realisht e them me shpirt, uroj të jetë i pafajshëm, sepse nëse do rezultojë që ai është i fajshëm për akuzën që i rëndon, domethënë këtë shtet e ka marrë Perrupia. Pra, dera që ne trokasim kur jemi në gjendje të vështirë, hapet dhe të rrëmben. Pra që është policia. Një pyetje kam për ata cilët po na ndjekin, me që e solle këtu. Çfarë lidhje, se ti doje ta shpjegoje me fjalë të thjeshta për gjithë ata cilët po na ndjekin. Çfarë lidhje ka zëvendës drejtori i policisë me akshin? Çfarë lidhje ka zëvendës drejtori i policisë me akshin? Atëherë, drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, ndër të tjera, ka disa sisteme të brendshme. Një prej sistemeve të brendshme, që mos i themi me shkronja, është ai sistemi ku çdo person nga ne, shtetas Republikës Shqipërisë, edhe pse s'ka qenë kurrë i dënuar, edhe pse s'ka bërë kurrë vepër penale, ka një databazë personal se ka takuar në filan ditë një person dyshuar. Ka takuar filan ditë një drejtor, një gjyqtar, një prokuror. Pra ky është një sistem. Një sistem tjetër është TIMSI. TIMSI është ai sistemi që gjurmon hyrje dalje të shtetasve shqiptar, por edhe të shtetasve të huaj që vinë në Shqipëri. Po, disa e rëndësishme është ky TIMSI. Mjafton të heqim ose të shtojmë një kalim aty. Disa prokurorë dhe gjyqtar janë marrë qafë nga ky TIMSI. Si kur ta kishin dot në dorë ata, si kur ta hiqnin ato udhëtimin e fundit me kriminalin e rastit, do ta kishin hequr. Por ja që ka dalë ca njerëz që kanë mundësi të aksesojnë. Tani, ky është krim intelektual, se po e bëj dhe unë si punë e Dumanit tani, po drejtori këtu në këtë rast nuk dyshohet se ka bërë krimin intelektual. Dyshohet se ka dhënë urdhrat kriminale. Nëse nuk e dini se kemi pas, jo pas kemi masat, konkurrencë e paligjshme nëpërmjet dhunës në formën e grupit kriminal, dhunës kriminal, kryerje veprave penale. Po. Greta, qofse sot sqaruar edhe pozitën në drejtorit. Okej, 20 sekonda. Qofse sot organizohet një tender
dhe aty supozohet që duhet marrin pjesë 3-4 subjekte ose shoqëri që e ofrojnë atë shërbim, ndodh që njëri prej tyre u thot këtyre tjerëve largohuni mos u futuni në tender. Ndodh që ka ca biznesmen që janë të fuqishëm ekonomikisht dhe thotë unë s'pyes njëri do futem sepse gara është e lirë. Jo, aty nuk futesh dot se vin dikush tjetër të merr një 10 ditë. Sa organizohet gara edhe ti nuk futesh dot në tender. Pra kjo që quhet heqje paligjshme e lirisë. Në kuadër grupi strukturuar kriminal, por uroj, po ta them me gjithë shpirt dhe edhe në përditshmëri me kolegët, uroj vërtet që zëvendësori i Policisë Tiranës mos të ketë fare të bëjë me këtë mesele, sepse do ishte shumë e rëndë. Dhe në fakt, e di pse do ishte shumë e rëndë, se sot ka punojës policie që paguhen 80.000 lekë të reja, i marrin rrogat kur do qefi atyre që u japin, nuk marrin dietat. Ka punojës policie sot që nuk shtyn dot muajin, edhe nëse janë 11.000 kusur forca policie, është shumë e turpshme që në këto rangje, me gradat kryekomisar, drejtorës i parë, drejtues madhor, të na dalin dhe pjesë grupeve strukturora kriminale, sepse për mua kjo nuk ka rëndësi se sa 60 milion euro, 100 milion euro. Kjo godet një nga shtyllat e shtetit, që në fakt është policia. Policia dhe rendi që duhet ishte e anasjellta. Edison kishte përshtuar diçka sqarim për rolin e zëvendësve të policisë, apo jo? Sa i takon rastit të Erion Ismailit, në një personalisht është një oficer karriere që ka nisur nga policia thjesht derisa është bërë me gradën nën drejtor. Historia e përfshirjes së Erion Ismailit ka të bëjë pikërisht me dëshminë e Geron Meçës, kur Geron Meçë është pyetur nga prokurorët e posaçëm se nuk ke bërë kallëzim për heqjen e paligjshme të lirisë, ai është shprehur tekstualisht që unë jam në dieni që Erion Ismaili ka interes financiar në një nga kompanitë dhe kam dëgjuar në tavolina që Erion Ismaili ka thënë që Geron Meçë bën mirë të mos afrohet tek Akshi. Kjo është deklarata e Geron Meçës për zëvendës drejtorin e policisë. Po, pikërisht, pra është një fjalë goje, mund ta themi kështu. Deri më tani ndjes, nuk ka prova të tjera përveç kësaj deklarate? Pra, deri më tani që unë kam arritur të pyes edhe persona që ka qenë brenda sallës së gjyqit edhe avokatin vet, më kanë konfirmuar pikërisht këtë fat që Geron Meçë ka deklaruar që unë nuk kam bërë kallëzim, se unë e di që në policinë e Tiranës është nëndrejtor Erion Ismaili dhe kam dëgjuar nga personat e tjerë që Erion Ismaili ka thënë që Geron Meçë bën mirë të mos afrohet tek Akshi, sepse ka disa interesa financiar me kompanitë. Pra, ndoshta prokuroria e posaçme ka ende provat e tjera që mund të implikojnë Erion Ismaili, por për momentin deri me ato se çfarë un kam gërmuar, apo sepse duhet thënë që dosja e Akshit është tepër sekret për shkak se ka dhe disa mesazhe, po ka disa të dhëna të tjera të klasifikuara që ndoshta bëjnë pjesë e një hetimi tjetër për shkak se prokurori Bledar Maksuti ka ndarë në fraksion. Pra kemi të bëjmë vetëm me dosjen fraksion 20 fraksion 1 që është pikërisht edhe përfshirja e personave nën hetim. Karanja, unë teksa e pyeta edhe Edisonin për çështjen. Është një çështje e cila ka nisur që në verë, apo më saktë hetimet për Akshin janë të mëhershme, po flasim për këtë operacion i cili është duke u zhvilluar në këto momente. Firma e prokurorit, më ndihmon dhe herë? Bledar Maksuti. Si e ke parë gjithë operacionin nga nisja e tij në verë deri në ditën e sotme? Duhet kemi parasysh për Akshin ka pasur shumë akuza politike. Po të kemi parasysh. PD-ja sidomos, sidomos ndërkohë dhe më e rënda akuzë. Është nga një ish antar i qeverisë i zëvendës kryeministri Arben Ahmete. Po. Që ka folur që Akshi është një vend që nuk ofrohet asnjë shërbim. Pra aty vjedhet, ka vjedhje masive. Është përgjuar një person, është një audio, domethënë një diçka e tillë. Pra është një akuzë shumë e rëndë. Tek Akshi na rezultoi dhe shteta si Daniel Shima. Po të keni parasysh edhe Daniel Shima, i zëvendës drejtori. Numri 2 i Aksh pati një tip ngjarje ose një ngjarje, telefonoi të dashurën e tij ose bashkëtosin e tij, tha që unë kanë marrë pengë diçka e tillë. U zhduk për i farkohet dhe më pasta ka qenë një shakata, kam qenë në një moment të vështirë, unë zor një fabull tjetër sikur është i lidhur me lojrat e fatit, domethënë gjëra të saj natyre. Kemi dhe një kallëzim tjetër nga një ish punonjës i Akshit, domethënë është kallëzim publik, ai nuk po ja përmend emrin, domethënë ka bërë për tendera konkret. Tani, duke pasur kaq indice, kaq dhëna, pra edhe nga brenda, edhe punonjësit që kanë folur, është një hetim që nuk është se ka dalë në skenë, për shembull, kemi ditë që janë bërë veprime, ditët e fundit janë intensifikuar dhe është proceduar në deklaratën zyrtare që ka dalë spagu,
Tani një diçka që kemi edhe deklaratën zyrtarit, regjia më ndihmoni që të kesh mundësi për të referuar. Edhe korrekt për sa i përket dhe sekretit hetimor, por edhe analizës parënduar njerëzit në mënyrë të padrejtë. Ndërkohë, Karanja, me që na solli rastin, ma solli pak më përpara se që kisha programuar unë, të zotit Shima numri 2 të Akshit asaj kohe, kemi dhe rastin e Geron Meçes. Shohim një lloj lidhje mes tani kjo krijon një farë dyshimi, domethënë që ushtrohet një farë presioni. Domethënë, kjo nuk është presion kuptimin e 109 kodit penal që është marrja peng. Pra ushtrohet hiqet liria në mënyrë të paligjshme në moment që arrihet qëllimi po të kalonte një farë kohë të marrë peng me ditë ose me muaj, atëherë është vepra penale e rrëmbimit të personit. Pra dhe kjo ka bërë atë që kemi të bëjmë pra atje, sepse si rregull kur merret një tender, korruptohen personat, kapet, domethënë çohen mesazhe dhe kjo është shkelje e pabarazisë në tenderat, për shembull, që ti tani në rastin konkret ti merresh me ankimuesin, pra që s'ka lidhje me barazinë tender dhe i heq lirinë. Dhe duke pasur në mënyrë të përsëritur këtë punë, krijon të ashoqëruar grup strukturuar kriminal. Dalim tek grupi strukturuar. Kjo është një diçka e veçantë, domethënë grupi strukturuar kriminal në administratë publike është një akuzë shumë e rëndë. Pra është akuza është shumë e rëndë, sepse nuk kemi të bëjmë një organ lokal. Për shembull kemi një organ të veçuar, domethënë që ka vepruar. Edhe këtu është e rëndë prapë. Por këtu kemi një organ i cili ka pasur të gjithë informacionet elektronike të shtetit shqiptar. Ndaloj parafolësit tek daljen e dhënave të sekrete të shqiptarëve. Po të kemi parasysh kanë dalë gjithë kartat e identitetit, numrat personal. Kanë dalë dhënat nga kanë dalë llogaritë bankare. Targat e makinës më vonë, nëse nuk e bë. Komunikimet e drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit për operacione. Pra, këto ka qenë dështime shumë dha që në 2022 duhet të ishte proceduar ndaj këtij organit të administratës publike. Cila është gjëja më e rëndë që shen gjithë të operacion me akuza, me masa, me përfshirje të administratorëve, biznesmenëve dhe zyrtarëve? Është sepse biznesmenët janë biznesmen. Do punojnë për të marrë lekë. Pra këtë punë kanë, do korruptojnë, do bëjnë, sepse ata lekët duan. Pa e normalizuar, zotë Karanja. Jo, ata që nuk tyre përfitojnë. Jo, përfitojnë ilegalisht. Përfitojnë ilegalisht. Mua, bravo. Administrata publike, një drejtoreshe e administratës publike, që është pjesë e një grupi kriminal, është më e rëndë se sa biznesmeni. Që kërkon fitojnë pa drejtë. Biznesmeni atë punë ka, ti si drejtuese, që ke vite, e cila duhet marrësh masa, jo vetëm për vete, që ti është e korruptuar, po duhet të kesh edhe varësit e vet. Zotë Karanja, aty kishim dy terma, grupi strukturuar kriminal dhe organizat kriminale. Çfarë ndryshimi kanë? Është grupi strukturuar kriminal. Apo ky është termi? Grupi strukturuar, kemi parasysh. Format e bashkëpunimit të veçantë janë 3. Është grupi strukturuar kriminal, është bande armatosur dhe organizata kriminale është gjë tjetër. Pra, domethënë, këto janë format e bashkëpunimit të veçantë dhe paraqesin një rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Dhe në kodin penal ka dispozita të veçanta që e krijon krijimin e grupit strukturuar kriminal e dënon në mënyrë të posaçme dhe veprat penale të kryera nga grupi marrin një dënim shtesë. Jo, domethënë janë masa ndërkohë. Jo, këto janë masat, por flas edhe një herë. Dëmi më i madh për mua që i është bërë Akshit, sepse edhe dëmi financiar është, sepse këto para në vend të investoheshin, bëheshin shkollat, bëheshin rrugë, e tjerë, e para s'dihet se ku kanë shku. Dëmi më i madh edhe pemë dramata janë të rëndësishme se... Disa pemë mund të ishte mbjellë me ato. Edhe pemë, ose kështë mbjellë shu domate për shumë. Ka një rast për Akshin, janë faturuar nga një kompani 200.000 euro blerë lulesh. Që në mbjellë... Për faturat, gjatë një hetimi që ka kryer, janë hetim, po është hetohet aktualisht. Mbjellje lulesh në Tiranë? Jo, blerje lulesh. Blerje. Pra për të blerë lule 200.000 euro. Dhe dyshoj që janë bërë me fatura fiktive. Dihet se për çfarë janë blerë lulet paktën? Po, lulet s'kemi parë, me thënë drejtë. Jo, janë dhe lulet që kur tjetë Akshit, ke dhe lulet para se lagja që një duket si pyll. Se na ngatrove me mbjelljen e pemëve, me ndonjëherë ishte për çështje mbjellje. Jo, edhe pas ka dalë edhe 200.000 euro për lulet, domethënë. Se qa lule kanë qenë do, se edhe tulipanët... Ose ati kanë bërë në shtëpi bari dhe ne nuk i shohim, ose kanë bërë shtëpi bari avokat dhe ne nuk i shohim, ose ka pasur për lule kanabis. A nuk ka një lloj sqarimi të detajishëm sepse ajo është një tender që është kryer nëpërmjet disa kompanive, pra
Ka marrë një kompani Që të që shërbimi. vëmendje vetëm pjesa e luleve njëherë. Po jo, unë gjithçkaje. Kjo do ishte shumë më e shpenzuar drejt në gjithçkaje po gjitha i kushtoj vëmendjen e duhur, por ndajshimi duke folur për akshë dhe lulet se ku nuk më bënte shumë sens, paktën thash këtë lidhjen logjike. 200.000 euro. 200.000 euro mbi gjitha, thotë dhe Serani. Tani nuk ka vlerë lule kaq 200.000 euro. Ta kaloj pak te zoti Softa. Në fakt normali me shumë të drejtë më tha mua që është e duhura që ta nisin fillimisht se çfarë është institucioni i akshit, për çfarë shërben, çfarë mbulon, për ta bërë ndoshta më dhe më të qartë rrezikshmërinë që ka bashkëveprimi i të dhënave të shqiptarëve me kur bëhet fjalë që ato mund të bien në duart e një grupi të strukturuar kriminal. Çfarë menaxhon akshi fillimisht dhe sa sensitive është gjithë informacioni i cili mund të bjerë në duart të gabuara? Atëherë, po kërkoja disa dhëna për drejtoreshën, me atë që thatë emëruar në 2013, nga ati 13 vjetë drejtuese e këtij institucioni. Ai sa kryeministri. Në 12 dhjetor, po lexoj një artikull, në 12 dhjetor të 2024 është klasifikuar midis 100 drejtuesve publik më të suksesshëm në botë për inovacion dhe implementimin e inteligjencës artificiale në digitalizim. Pra po flasim për një klasifikim botëror midis 100 personave më të famshëm në botë. Një drejtoresh që sot është nën akuzë nga struktura e posaçme dhe akuzohet për korrupsion apo grup të strukturuar, nuk e di se si dhe do të përfundojnë, por me këto akuza dhe me këto dyshime është shumë e rëndë kur ne sot po akuzojmë një institucion të një strategjie apo të një rëndësie të veçantë ku është institucion i kritik për nga rëndësia dhe për nga delikatesa e probleme që ajo trajton. Tani ju pyetët me drejt çfarë është akshi. Është një institucion qendror, shtetëror, është një institucion që ka menaxhon dhe drejton atë e-Albania. Në e-Albania janë dhënat sensitive të qytetarëve shqiptar. Shqipëria u godit në infrastrukturën digjitale në 2022 nga sulmi iranian. Ne provuam sa e vështirë ishte dhe sa shumë të dhëna u ekspozuan, qoftë edhe nga pasaportat biometrike, ku ne kemi gjurmët biometrike të qytetarëve, janë dhënat e targave, dhënat është një institucion që Po shenjave të gishtave? Po janë ka kompania tjetër ato identiket. Pra nuk janë shenjat e gishtave. Kanë qenë aleati, kanë kaluar identitetit, por edhe Ministria e Brendshme ka një kopje database. Sepse di pse doja të pyesje kur bëhet aplikimi për pasaport apo për kartë identiteti? Mirëmbajtje të sistemit, të serverët të rrjetit, po. E lidha pak me çështjen e kartës identitetit apo pasaportës. Pra nuk është deri te shenja e gishtave. Mund të themi që gjitha ministritë janë të prekshme dhe të dishofim në aksh është një qeveri elektronike. Pra a mund të përftosh tek të tjera duke patur Shiko, akshi ka akses në aksh? Në çdo institucion. Ta mirëmbajnë servat e çdo ministrie. Kështu që ekziston mundësia për të shkuar deri te shenjat e gishtave. Ekziston sepse derisa është Ministria e Brendshme dhe ne skemi dhëna janë marrë apo jo se derisa janë fut ato se ti kanë fal. Jo, po pyes parimisht. Ata kanë hyrë dhe kanë marrë çfarë kanë dashur. Nëse janë dashur shenjat e gishtave shqiptar, ata i kanë marrë. Ka akses pastruese te kasaforta juaj ku vjen në shtëpi dhe pastron shtëpinë? Nuk kanë fare. Supozojmë se do kishte akses te kasaforta. Po nëse do ishte me kod apo me çel. Kodin e ka të gjithë, kodin e kanë pastruesi tjetër. Do ishte fshehur. Si ata e kanë. Dakor. Se Amata e kalon me humor këtë pjesë. Bota sot është në një luftë hibride dhe sulmet kibernetike apo spionazhi kibernetik janë një nga problemet thelbësore nëse themi për shtetin digjital. Dhe nëse flasim për shtetin digjital, do të thotë gjithë dhënat sensitive të gjitha institucioneve menaxhohen nga ky institucion. Dhe si të tilla patjetër që depërtimet, po themi, jashtë apo brenda e perimetrit të sigurisë kibernetike janë kritike. Dhe ky institucion sot po akuzohet për korrupsion dhe fillon që nga lulet, kur flasim për lulet, mendon se për çfarë korrupsioni flasim, kur një nga ato funksione që ka që të kontraktoj me kompani të cilët janë IT dhe ti kontrolloj ata për aktivitetin që të bëjnë në të gjitha këto janë kompani të cilët në këtë moment që akuzohen për korrupsion. Pa kanë krijuar një grup të strukturuar ku akuzat janë që korrupsioni, depërtimi dhe deri kush janë kompanit,
kush janë pas këtyre kompanive. Nuk është problemi vetëm si është grabitje e parave. Po kush janë kompanitë sa të lidhura janë këta me shërbime tjera dhe sa të rrezikuar jemi ne për infrastrukturën kritike. Kur shikojmë modelet të vendeve të tjera, patjetër që modelet e sigurisë janë siguria, po themi, e energjisë. Unë do ta Nëse çoja do të hyjmë në sistemin e energjisë, nëse do të hyjmë në sistemet e shëndetësisë. Unë do ta çoja deri në siguria kombëtare, zoti Softa. Po të gjitha janë elementë sigurisë kombëtare. Madje këtu nuk kemi një klasifikim si strukturë që e quajmë strukturë të sigurisë kombëtare, po formalisht nuk e klasifikojmë, po normalisht është një strukturë e sigurisë kombëtare, sepse janë gjithë element kritik për cilën ne po flasim sot. Do bëjmë jo, më fal me zotin Softa se është specialist. Do bëjmë marrëveshje të kësaj çfarë quajmë siguri kombëtare? Siguri kombëtare ndaj kujt duhet ta kemi ne? Se këtu duket sikur Ata pyeset e zotin Semane që na bashkohet në lidhje live? Nuk do më japin përgjigje Softa. Po mirë, merja zoti Softa para të kalojë Semane stafetën. Që të gjitha institucionet janë element sigurisë kombëtare. Policia e shtetit. Ndaj kujt? Pra, po ti përmend një kush janë. Është policia e shtetit, është ushtria, është shërbimi informativ, pra gjitha institucione. Gjykatat, prokurorit. Pra gjitha institucione janë element sigurisë kombëtare. Çdo lloj cënimi ndaj tyre dhe kur brenda tyre deportojnë elemente korrupsioni, siç është rasti këtu, kthehen dhe bëhen element që mund na ekspozojnë, pra na ekspozojnë. Të cënim sigurie, kush po na i bën? Ndaj kujt pra është risku, ose dua të them këtë gjë, nuk ka ngel asnjë institucion shqiptar, qofshin këto të rëndësisë veçantë ose pak të veçanta, që mos t'jenë nën dirigjimin, nën kontrollimin e disa institucioneve qoftë edhe jashtë Shqipërisë. Pra ku e kemi ne këtë risku në cënimin e sigurisë kombëtare? Ndaj kujt shteti? Ke vende armiqë, ne e provuam Irani, çfarë synimesh kishte? Po ne kemi dhënë vetë pra çfarë? Pse duhet të shohim armikun e jashtëm? Ne kemi problemin këtu. Një grup kriminal mundet të marrë të dhëna. Pra, cënimin e sigurisë jo në marrëdhënie me ata. Ideja është ne kemi problemin këtu. Po të referohemi patronazhimit të dhënave që dolën për çdo qytetar. Databezi i Partisë Socialiste kishte për çdo qytetar informacionet kryesore. Si ne do t'i qasemi një familje... Dhe nuk u quajt cënim i sigurisë kjo. Si do t'i qasem një familje që ta bindim të votoj për ne. Edhe nëse ti kishe sistem aplikim... Po që mos ta ndërpres, Softa ideja ishte kjo që a kemi ndonjë shtet armik vërtet neve që ka interes për dhënat tona, ne kemi armikun këtu. Ne kemi, jo Greta, e kemi në ekran. Pra që të tjashëm kesa, edhe armiq tjashëm, po edhe tjashëm s'duhen në nënvetësu. A të shkojmë pak, të pyesim pak, ndoshta kemi edhe armiq në botën virtuale, se kemi zotin Besmir Semane, ekspert IT, zotin Semane, përshëndetje, kënaqësi që ritakohemi sërish. Përshëndetje, kënaqësia imja. Të ftuarit në panele e quan diskutimin pikërisht tek ajo që do ju pyesja juve. Besoj që duke ndjekur pak edhe nga çfarë dhe kujt i druhemi, atëherë po e bëj pyetjen drejt për drejt. Nëse do ketë një dalje të dhënash për shkak të situatës së komplikuar me Akshin, të paktën derisa dihet deri më tani sipas hetimeve, por ende që vazhdojnë, a mund të konsiderohet një cënim të sigurisë kombëtare, dalja e dhënave? Siguria kombëtare tani më është cënuar në mënyrë për ta bërë më të qartë dhe për publikun, por dhe për të ftuarit. Në momentin që ne kishim një sulm hakerimi nga Irani, në të cilin u prek mail serveri dhe i Albania, shteti shqiptar reagoi duke dëbuar ambasadën e Iranit. Gjithashtu u diskutua në nivel NATO-je dhe diskutimet shkuan deri në pikën sa për të aktivizuar nenin 5 të NATO-s, pra që do thotë futje në luftë. Tani më, kur kjo gjë na ndodh nga mrena, unë mund ta quaj gryshteti, pra në Shqipëri aktualisht ka ndodhur një gryshteti dhe praktikisht gjysma e qeverisë ka rënë. Si ka rënë gjysma e qeverisë? Sepse zoti Rama gjithmonë deklaronte qeverisja dhe qeverisja digjitale. Aktualisht qeverisja digjitale ka rënë. Ne kemi në arrest shtëpie drejtoreshën e institucionit, kemi në arrest shtëpie zëvendës drejtoreshën e institucionit, kemi në arrest shtëpie personat, kompanitë të cilë në arrest, kemi në arrest personat të cilët aktualisht mirë mbajnë dhe krijojnë 80 deri 90% të gjitha shërbimeve të këtij institucioni. Pra, gjysma e qeverisë në Shqipëri nuk ekziston. Dhe aktualisht drejtuesi i institucionit në bashkëpunim fizik fakt. Pra, dhe në bashkëpunim
me sa duket, duke u bazuar tek deklaratat e SPAK-ut me një organizatë kriminale, kanë drejtuar gjysmën e qeverisë. Prandaj nuk duhet ta marrim kaq të thjeshtë. Unë personalisht preferoj mos flas fare për pjesën e tendrave dhe abuzimit me parat, sepse në sytë e mi kjo është gjëja më e vogël që ka ndodhur aktualisht në Shqipëri. Cila është gjëja më shqetësuese për ju zoti Semanaj? Kur flasim për akshin, do ta kemi parasysh që nga kryeministria deri tek pushteti lokal dhe deri tek institucionet e pavarura, përfshirë këtu kontrollin e lartë të shtetit, etj janë të përfshira. Pra, një rast konkret, kur iranianët hakeruan akshin, ne na dolën dhe emailët e shishit. Pra, akshi në ato kohë hostonte dhe emailët e shishit. Dolen emailët e ambasadave. Komunikime që mund kishin ambasadorët, ndoshta dhe me trup ndërkombëtare. Përveç kësaj, bazuar dhe tek deklaratat e SPAK-ut, por dhe tek media, dy sisteme shumë të rëndësishme ishin: një, sistemi i thesarit, që menaxhoheshin nga këto kompani, që ishin ngritur nga këto kompani, ku mund të shikohen, mund të kontrollohen në kohë reale që gjitha transaksionet, si të qytetarëve, si të institucioneve, si të kompanive dhe si të ndërkombëtarëve që funksionojnë dhe kanë veprimtari në Shqipëri. Gjithashtu kemi edhe sistemin e gjyqësorit, i cili merret me hedhjen e shortit për gjyqtarët në gjyqje. Pra, prandaj them që këtu kemi të bëjmë me kapjen e shtetit digjital. Nëse shteti tradicional po vuan me korrupsionin, kemi kërkesë arreste kërkim arresti për ministra, zëvendësministra, drejtorë etj. Për sa i përket pjesës digjitale ka rënë tëra. Ne sot e kësaj dite, megjithëse kemi një skandal, drejtoresha, zëvendësdrejtoresha vazhdojnë të jenë në drejtim të këtij institucioni. Këto kompani vazhdojnë të kenë akses të plot të gjitha këto sisteme. E pyeta zotin Seranja, pristit dorëheqje, nuk e di nëse patë mund të ta ndiqë nga fillimi, e tha që ne nuk e kemi këtë traditën e dhënies së dorëheqjeve, jo vetëm institucionet përkatëse, po as në nivel më politik apo qeveritar. Dorëheqja duhet të ishte dhënë që para 3-4 vitesh, kur ndodhen një mori problemet, por në vend që të kishim dorëheqje, kishim gradime, rritje rrogash dhe cilësim si heroj të punë socialiste për drejtuesit e këtyre institucioneve. Pra, dorëheqja duhet të kishte, keni vënë re edhe diçka. Sa janë ekspertët e fushës, të cilët kanë ngritur zërin gjatë tyre viteve për akshin, megjithëse mund të kenë nisur 4-5 zëra para 3-4 vitesh, sot t'ju sigurojnë që kanë ngel vetëm 3-4 zëra. Pse? Sepse këto kompani, përveç se mbanin me financim veten, po të ketë një kontroll, të ulemi një gradë më poshtë, një pjesë të madhe të tendrave i kanë shpërndar dhe për kompanitë më të vogla që funksionojnë në Shqipëri. Prandaj dhe akshi nuk përmende asnjëherë. Prandaj dhe akshin sot nuk e përmend as opozita. Pra, nuk është përmendje të dalin 5 minuta në një konferencë shtypi. Pra, nuk kemi nga opozita një analizë të detajuar kush është funksioni i akshit, cilat janë sistemet që janë prekur tek akshi, kush është rrezikshmëria që mund të jetë për qytetarët, etj. Pra, një analizë të tillë nuk e bën opozita. Po, bëju një pyetje atëherë zoti Semanaj, me që thoni që nuk jeni dëgjuar nga opozita. Ju thatë që përtej faktit të parave, milionave që janë shqetësuese, shpërdorimit të tyres, etj, që s'po i futem ndonjëherë gjithë asaj që shpjeguam, thatë që shpërndarja e të dhënave është shqetësimi juaj kryesor, sepse përdorimi tyre mund të sillte edhe grusht, apo është e thatë ju thatë që ka ndodhur grusht shteti. Po çfarë mund përdoren apo keq përdoren të dhënat e shqiptarëve? Tani imagjinoni një kompani rivale e cila ka të gjitha transaksionet tuaja bankare dhe pagesat me një bashkëpunëtor tuaj që keni një shtet tjetër, po marr vetëm nga ana tregtare, pra nuk po hy fare tek pjesa shtetërore. Nga ana tjetër, imagjinoni te transaksionet ose te pagesat parat që shtetet, ambasadat, caktuara etj. Përveç pjesës që mund të fusin kesh, mund të kryen me pjesën e bankave. Imagjinoni të gjitha dhënat, pra duke arritur deri tek pjesa dhe shenjat e vëgishtit, sepse ne kishim edhe rastin e Teamsit. Pra u zbulua, u vun para drejtësisë personat e cilët kishin abuzuar ose kishin downloaduar dhënat e Teamsit. Por si Teamsi kemi një mori shërbime shtira. Imagjinoni pak pjesën e kadastres.
pjesën e pronave që zoti kryeministri ka deklaruar që deri në 2030 do kemi 100% çdo gjë të digitalizuar dhe Shqipëria do shkojë cashless. Pra nuk do lejohet përdorimi i keshit, për çdo gjë do jetë online. Kemi dhe ministrën Djella, rikujtes. Nuk besoj se keni harruar. Aty do dilja. Jo, aty do dilja. Përveç këtyre, zoti kryeministri i dha si detyrë akshit, ngritjen, mirëmbajtjen dhe trajnimin e diellës. Dhe të gjithë ne e dimë që inteligjenca artificiale trajnohet, merr venimet bazuar mbi të dhënat që ju i jepni dhe mbi promptet që ju i jepni. Tani, ne do kishim një ministre e cila do ishte përgjegjëse për 100% e prokurimeve publike, duke nisur nga blerja e stirolapsave dhe letrave për printerin, edhe duke përfunduar tek ndërtimi i tuneleve dhe PPP të famshme. Pra do ishte Djella. Dhe ky institucion do mirëmante, do trajnonte dhe do krijonte Djellën. Megjithëse Djella tani më sa duket dhe Djella është arratisur, sepse nuk po përmendet më gjekundi. Arratisur. Dhe një pikë të fundit. Zoti Samanaj, pa ikur nga Djella, mbaj dhe pikën e fundit se s'dua të më largohesh pa nga Djella. Vetëm një gjë shkurtimisht. A mund të ketë një rol të rëndësishëm Djella në këtë situatë mes akshit? Aktualisht Djella ka shpallur vdekjen dhe besoj do i bëhet funerali, sepse kompanitë që do ngrinin janë para drejtësisë, ato drejtuesit e institucioneve që do merreshin me Djellën janë arrë shtëpie, kështu që nuk besoj që ka kohë dhe dëshirë tani më njëri të merret me pjesën e Djellës. Vdekje politike apo vdekje teknologjike, se pak vështirë se kemi dhe ministre. Mund ta quaj vdekje teknologjike, do rri në kuadrin e agjendit, por si ministre është hequr spina nga korrenti. Por një pikë shumë të rëndësishme, para 2 ditësh kryeministri deklaroi që do kemi smart city për ta lidhur me sigurinë kombëtare. Do instaloshin disa mira kamera që do bënin identifikim, vendosje gjobash, do unin krimin e tjerë. Tani imagjinoni një institucion i tillë dhe persona që punojnë pranë këtij institucioni të kenë akses në kohë reale dhe të monitorojnë lëvizjen time tuaj, të monitorojnë lëvizjen e XY politikani, të monitorojnë lëvizjen e një grupi rival, të monitorojnë lëvizjen e një agenti i cili mund të jetë i alokuar pranë XY ambasade, mika po armike qoftë kjo. Pra, këtu cenohet totalisht pjesa e sigurisë kombëtare, për sa kohë në këto institucione kemi persona me përqendrim penal, dhe ajo që më bën më shumë përshtypje është, po flasim për 80% të tendrave sekret. Pse janë tendrat sekret? Janë sekret sepse nuk do duhej të merren vesh në armiku, le të themi, ose edhe nga qytetarët se si funksionon ky institucion. Në ana tjetër ne na dalën me përqendrim penal persona që drejtojnë këto institucione, ndërkohë që minimumi për të punuar pranë këtyre institucioneve duhet të keni një certifikat sigurie dhe duhet të kaloni nga filtri për të marrë një certifikat sigurie dhe për ta mirëmbajt, për ta rinovuar certifikatën e sigurisë. Këto si persona duhet të jenë të ndjekur vazhdimisht nga organet ligjzbatuese nëse kanë rrinë me persona jo të përshtatshëm, nëse kanë kontakte jo të përshtatshme, duhet të bëjnë deklarim pasurie, etj. Dhe me sa duket, i gjithë ky zinxhir nuk ka funksionuar, pra nuk kemi të bëjmë thjesht me një drejtues institucioni i cili bashkëpunon me një person që mund të ketë lidhje me botën e krimit dhe nga ky bashkëpunim vjedhen disa tendra publik. Pra këtu ka çeduar dhe pjesa hallka si thuar gjurmimit këtyre personave. Samanaj, po. Me lejoni ta them punë realisht, do doja ta falenderoja SPAK-un për punën që ka bërë. Sepse duke qenë se përfshihet pjesa e teknologjisë, unë e kam shumë qartë që nuk është aq e thjesht pjesa e hetimit. Dhe unë ju siguroj që nëse hetimi do shkojë deri në fund, aty do shohim çuditëra nga ato. Mund të arrijmë deri tek pika që infrastruktura e akshit mund të jetë përdoruar dhe për mining, pra për të prodhuar kriptovaluta etj. Dhe duke qenë një institucion i tillë, kaq i besueshëm dhe me varësi direkte nga kryeministri, do ishte mirë të shikoheshin dhe pjesa e IP-ve, infrastrukturës etj. Nëse kjo infrastrukturë mund të jetë përdorur dhe për transferta kriptovalutash dhe portofolesh, qofshin të ngrohta ose të ftofta nga Shqipëria drejt vendeve të tjera. Interesante. Zoti Garanxha ka një pyetje për ju lutem shkurtimisht përgjigja se jemi në sekondat përpara publicitetit. Tani, ju thatë që certifikoheshin këto
persona dhe kompani që merrni pjesë tene. Kush i certifikonte këto kompani? Nga kush institucion për sigurinë? Jeni ndjeni? Nëse vazhdon të ketë njëjtin emër, besoj si ISDK-ja. Okej. Tash edhe shkurt, pa cënuar dhe atë sigurinë e hetimit, se hetimi është sekret. Për çfarë tendrash konkretisht bëhet për që shërbimet ofronin këto kompani? Domethënë sa keni ndjeni, sepse kemi fol vetë. Po. Do thonë në mënyrë të përmbledhur pa cënuar sekretin e hetimit. Janë që nga tendrat e mirëmbajtjes të Albanias, nga informacioni që unë kam bëhet fjalë për disa tendra për furnizimin e shkollave me kompjutra e tjerë, por duke qenë se tendrat janë sekret, dhe ne kemi të pamundur të vënë gishtin tendrit. Thjesht dihet buxheti disa qindra miliona euro jakshit, dhe një ndër pyetjet që unë kam ngritur prej vitesh, sa është marrëveshja që ne kemi, sa shua paras që ne i paguajmë Microsoftit. Sot e kësaj dite nuk e dim. Themi që Microsoft e kemi si partner strategjik, por ne nuk e dim. Ne kemi edhe rastin tjetër, rastin me Agjencinë e Sigurisë Kibernetike, i cila futi pajisja në Shqipëri, i instaloi, në momentin që ne u ankuam, deklaruan që pajisjet që instalohen në core, pra në zemrën e networkut, na erdhen si donacion nga Izraeli. Pastaj tha, nuk janë donacion, po i kemi marrë hua për një vit. Pra e kupton me çfarë institucionesh, për çfarë institucionesh ne po flasim. Pra ne kemi vite, unë dhe shumë kolegë të tjerë, që kërkojmë thjesht transparencë, asgjë tjetër. Thjesht transparencë. Kush janë tendrat? Kush janë sistemet, kush është shuma që kërkohet për ndërtimin e tyre sisteme, në mënyrë që të kemi mundësinë dhe ne të investigojmë nga jashtë dhe të themi qytetarëve një XY sistem i cili kryen 1, 2, 3, 5 gjëra, nuk kushton 30 milion euro, por kushton 5 milion euro. Por ato zgjodhen që pothuajse të gjithë tendrat t'i bëjnë sekret, por harruan që në momentin që tendri është sekret, kompanitë që ti merr dhe ato duhet të jenë të mirë kontrolluara. Semanaj, po. Se kam marrësh kompanitë të cilat janë të certifikuara nga ana sigurisë. Se nuk të ndërhyj për shkak se jeni në lidhje të drejtë për drejtë dhe bëhet biseda pak e zhurmshme më shumë se sa bën një ndërhyrje tamam. Zoti Steriani ka po ashtu një pyetje për ju. Sërish kërkoj pak një përmbledhje, të lutem se jemi në sekondat para reklamës. Më shumë nga ana teknike. Nëse në një tender për ndërtimin e një godine, ne kuptojmë se sa është vjedhur duke monitoruar se si është kryer puna dhe se sa është harxuar konkretisht aty. Tek një tender ku bëhet fjalë për mirëmbajtjen e Albanias, a mundet ju si ekspert apo eksperte që do merret ndoshta nga prokuroria e posaçme të kuptoj se sa do jetë shuma që është vjedhur nëpërmjet këtij tenderi? Patjetër që po. Kemi dy komponentë. Komponenti i parë është komponenti hardware, pra që kemi të bëjmë me pjesën e pajisjeve që gjithmonë ka çmime reference, dhe komponenti i dytë është human work power, pra orët e punës personave që i duhen për të kryer një proces të caktuar. Dhe për këtë ka referenca, sepse ne nuk është se në Shqipëri kemi bërë një shpikje, thjesht po ndërtojmë disa sisteme, ose po mirëmbajmë disa sisteme që i kemi ngritur vetë duke u bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare, ose kemi marrë një sistem ndërkombëtar të cilit i kemi modifikuar dhe ndryshuar modulet për nevojat tona. Dhe një grup ekspertësh patjetër që mund të analizojë dhe mund të tregojë që sa orë pune dhe bazuar në orët e punës, aty shikohet dhe sa kjo kompani ka chargjuar, sepse dhe në tregun ndërkombëtar kur bëjmë fjalë për tendra shumë të mëdhej, për një ekspert ora punës mund të variojë nga 50 deri në 150 euro. Dhe këtu do bëhet dhe pjesa analizës e para dhe e dyta, do shikohen dhe ofertat që kanë ardhur nga kompanitë e tjera, por duke i bërë tendrat sekret, kanë hequr mundësinë e aplikimit dhe kompanive ndërkombëtare, por me një analizë të mirë, besoj që do jetë shumë thjesht e kuptueshme për të kuptuar se sa ka qenë abuzimi. Duke përshëndetur dhe falenderuar zotin Besmir Semanaj për këtë lidhje dhe për shpjegimin në terma dhe teknik të situatës në fjalë, se po flasë për një situatë ku teknologjia dhe bota online sigurisht luan një rol të rëndësishëm, sidomos kur bëhet fjalë për ndarjen e dhënave. Mund kemi ndoshta uroj që jo një skenar të viteve më përpara kush përthyen të dhënat e gjithë shqiptarëve. Dhe një herë faleminderit, nëse që ju kisha. Ndërkohë,
Zotrinj, do bëjmë pak sekonda publicitet dhe më pas rikthehemi në pjesën e dytë për të vazhduar diskutimin në gjitha dimensionet sërish. Pak sekonda publicitet dhe më pas rikthehemi këtu në review.